Tragjedi në Francë, rrëzohet avioni, humbin jetën 3 persona. Një avion privat i vogël urëzua pas ditën e kësaj të premte në zonën e Samfolit pranë Chartirit në Francën perëndimore qendrore rreth 90 kilometra në jug perëndim të Parisit. 3 personat që ndodheshin në bord, 2 burra dhe një grua humbën jetën në këtë aksident tragjik. Moshat e tyre ende nuk janë bërë publike. Sipas autoriteteve lokale, avioni ra në një zonë banimi, por nuk u përmbys mbi asnjë banesë. Dëmi vetëm material u shkaktua në një makinë të parkuar aty pranë. Avioni përkiste aeroklubit të aeroportit të rajonit metropolit të Chartrit. Pas aksidentit, autoritetet ndaluan qarkullimin në zonë dhe vendosën devijime trafiku. Hetimet për zbardhjen e shkaqeve të rrëzimit janë në vijim nga organet kompetente.